Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodhin në Evropë, në Amerikë, Australi, Kanada, kudo, e deri në Kinë ndodhin shqiptarët. E di që më shkruani. Gjithmonë, çdo ditë që dal ori 6, kalon 40-45.000 që klikojnë dhe më thonë çdo gjë. Nuk ka mundësi që unë t'i kthej të gjitha përgjigjet. Shumë shpejt do vim një dispozicion, besoj se javën tjetër t'u kthejmë përgjigjet të shqiptarëve. Dashur shqiptar, a i shihni flamurin? A i shihni flamur amerikan që është me 50 yje, 50 shtete. A i shihni dhe flamur shqiptar që është ngjitur, siç kam thënë gjithmonë, flamuri amerikan dhe flamuri shqiptar do valvoj me çdo qoshe të kombit shqiptar. Të kombit do të thotë Shqipërisë, Malizi, Maqedonisë, Kosovës, Çamëri. Do valvoj ky flamur. A i shihni se Shqiponja është më madhe se flamuri amerikan. Do të thotë Shqipëria ka më mira vjet. Toka e bekuar Amerikës ka 300 vjet. Është gjithmonë me Shqipërinë. Pra, u kam thënë që do fillojnë arrestimet, shumë njerëz presin. Do të shikoni vetë dashur bashkëdhetar, ka mundësi fotografi numër 2. A i shihni policia më të 4 anët. Filluan arrestimet që sot që mbrëm. Unë nuk kam thënë që do arrestojnë jo me qindra, po me mira. Unë nuk kam thënë që qeveria teknike do jetë nga ne. U kam thënë që mbas 3 muaj do bëhet me president, po nga ne. Do të thotë nga intelektualit që janë jashtë shtetit, nga intelektualit që janë përzënë nga ky regjimi anti-shqiptar, nga ky regjimi që i kanë vjedhur, i kanë sulmuar intelektualët dhe i kanë nxjerrë për të deti të rinjt, në mënyrat e tyre që kanë me gomina dhe më në fund, shumë të rinj intelektual që ndodhen sot në përburgjet e Evropës i kanë bërë qëllimisht që intelektualët dhe bind e shqiponjave të mos kthehen më në Shqipëri, i kanë burgosur. Unë betojmë para jush. Ne kemi kohë që kemi listat kudo që janë në përburgje, sidomos në atë Greqinë e mallkuar, që shumë shqiptarë kanë shkuar me këmbë e me kokë, janë kthyer pa kokë në tokën shqiptare. Nga krimet që kanë bërë. Ne i dim burgjet e Brukselit, burgjet në Ingilterë, burgjet në Francë, burgjet në Itali. Të gjithë shqiptarët do kthehen sipas ligjit dhe sipas kushtetutës të re do ketë Shqipëria të njëjtën kushtetutë si në Amerikë. Ua kam thënë gjithmonë. Të dashur shqiptar, unë s'dua të zgjatem shumë sot, por po them disa fjalë të realitetit. Filluan arrestimet. Nuk ka zgjedhje me anti-shqiptarët. Nuk ka zgjedhje me të emëruar të dashur bashkëdhetar shqiptar. Kemi 100 vjet me emërime. 100 vjet nga serbët me emërime. 100 vjet me partitë e serbëve, si në kohën e komunizmit, ashtu dhe tani. Nuk do ketë emërime, unë nuk kam thënë qeveria teknike do shpalli 80 deputet dhe 41 senator, 80 deputet do zgjidhen direkt nga shqiptarët. Për shembull, marr një shembull. Daç Fier, Daç Vlorë, Daç Shkodër. Ai deputet do të jetë pe ati lagje, pe ati qyteti, ta njohë qytetari. Do zgjidhet direkt nga populli, mund të dalën. Por e kanë fjalën 80 deputet, nuk dohen në për qytete më tepër se 2 deputet. Gjithë ajo Amerikë që përfaqësojnë në Washington janë 2 deputet. O një senator. Do të zgjidhen, mund të jenë për shembull në Vlorë, ta supozojmë, mund të jenë 10 të dalen për deputet, 2 do fitojnë. Kush është mi zoti dhe kush është mjaft? Dhe cili e do më shumë kombi shqiptar?
Biografinë e tij do të thotë para publikut në televizor, jo në këto televizoret që do mbyllen shumë shpejt, në televizor real. Jo në këto televizore që nxjerrën ul notoritetin e shqiptarit, ai keni parë. Asnjë në botë nuk bën me veshjet që i bën qëllimisht. Ai shihni çfarë fytyra u dalën në televizor me gjëra të shkurtra për të ulur autoritetin e shqiptarëve. Ne shqiptarët e kemi patur zakon dhe do të mbajmë atë zakon, atë kushtetutën që ka qenë dikur kushtetuta e parë e Malësisë, e Veriut, e Jugut. Ky ligj do të jetë ligji i kanunit, më falni. Ky ligj do të jetë siç ka qenë dikur, si të parët tanë. Pra të dashur shqiptar, a i shgoni këto fotografit. Dhe Spaku e tha, fare mirë, ne i dham dje, i kemi thënë Spakut, vazhdo arrestimet, për ndryshe do arrestojnë ju. Të dashur bashkëdhetar shqiptare, i shihni këto fytyra. Si këta janë 88 persona, po këta janë më kryesorët, më të paguarit. A i shihni një person, Gjonk Marka, e kanë zgjedhur deputet, profesor, thot ai jam. A i ke parë qa flet në parlament? Si mund të flasi një profesor në parlament o në televizor fjalët më të ulta? Si mund të mësosh fëmijën ai? Pra, të dashur këta bashkëdhetar shqiptar, këta janë kryesorë dhe për televizor. Ai Bushati, që i ka vënë dhe emrin Jurikimit Kimet, bashkë me Atyllin që është atje lart, me Syze, që kur ka qenë në shkollën në Elbasan, s'ka kaluar klasën, po e kalonte klasën me raki, pe kolonje, i shpinte. Sot shet dengla, sot ka hotel, ka pallate, lot biços gjithë ditën, të njëjtit këta, që ishe këto fytyra, një nga një, dhe zën tallen me Amerikën, që Amerika është mbreti i kombit të rruzit toksor. Unë kam thënë gjithmonë, thuhet që është një zot lart. Ajo është Amerika, si lart dhe poshtë, në tokë. Të dashur shqiptar, unë kam thënë që do bashkohemi, kemi 100 vjet që qajmë, kemi 32 vjet që nuk i shohin fëmijët, ku janë? Ka lindur në përbot, prindi e ka rritur me një copë bukë në kooperativë o në fermë, o duke bërë kanale e kurudha vullnetare, punon për 26 vjet, sfiton asgjë. Për 26 vjet tokën që kishim blerë me para, stërnipat, gjyshat tanë, i mori komunizmi, por nuk i shfrytëzoi, i la. 32 vjet i kanë marrë dhe i kanë shitur në Tuhuaj, që kanë bërë hotele në Bregdet, vila, që sot i keni ju. Ata menduan se na i hodhën të dashur bashkëdhetar shqiptar. Por ne, shqiptar, dim se që bëjmë. Kalë të Trojës që e kishim, ishim ne. Pra ne bëjmë një kalë të Trojës në tokën tonë shqiptare, i lam Tuhuajt, erdhën ngritën hotele e vila, do t'i gëzoni ju dashur shqiptar. Mua për ditë më vinë, sidomos sot më ka bërë përshtypje një intelektual me 2 fëmijë, ka një biznis të vogël, edhe më tha, të erdha të pyes se jam gati për t'ikur. Gjyshi ti i vrarë, në përkampjet e intrenimit. I thash, jo, mos ik se erdhi koha e juaj, erdhi koha e shqiptarve, erdhi koha e të rinjve. Ka mundësi lutem fotografin tjetër? Fotografin? A i shini këta zotin të Spakut? A i shini këtë fytyrë këtu? Ish kryeta i Spakut. Shko në fytyrë si është. Që si kam bërthyër duart të dyja. E dini pse? Sepse është gati për burg. Ka kohën Spak. Ka qenë në kohën e Enverit,
në kohën e sigurimit të Shkodër kudo. Ka vjedhur, ka bërë. Ne e dim që është në SPAK. Ne e dim se ç'a bën ky. Dhe kryetarja e FBI-s shqiptare e tregovi dosjen e këtij. Pardije, dhe ka marrë me vete, se me ka vizitonte me Edi Ramën apo me çdo njeri, besoj se do na hidhte ne. A i shini këto zotnin që janë këtu këta të tjerët, janë të SPAK-ut. Të dashur shqiptar, SPAK-u u kam thënë 1000 herë paguan Amerika, taksat e Amerikës, taksat e mia, taksat e shqiptarëve që punojnë në Amerikë, taksat e kombit të tokës shqiptare të bekuar. Amerika ka një rregull dhe një ligj. Nëse ti merr $1, e ke në vendin. Ta zotnin, sidomos ky, ka shirë për kaq vjet kryetar, ka marrë gati $10.000 në muaj. Por do t'i dalën në përhund. Sepse ne dim se që bëjnë. Unë u kam thënë që ne jemi kudo. Pilinçi nuk ka ardhur këtu për të bërë pushimet. Pilinçi nuk ka ardhur këtu për të vjedhur. Familja ime ka patur shumë pasuri, as më shkon ndërmend. Fëmijët, familjen time, vëllezërit kam siguruar në Amerikë, po unë kam marrë për kombin. Unë kam marrë për amanetin që kam të stërgjyshet të mi. Amanetin e kampit të trajnimit Shtyllas, amanetin e kampit të trajnimit në Savër, amanetin e kampit të trajnimit në Jaz, të Lushnjës, amanetin e patriotëve që janë vrarë për të bërë një Shqipëri me kufi natyror, amanetin e Bushit të vjetër, jo të birit që është tani, të Bushit, e donte Shqipërinë, sepse stërgjysht e tij janë nga fushkruja. Amanetin e thënë nga presidenti i parë i Amerikës, George Washington, me nën shqiptare. Amanetin e atyre që janë vrarë në përburgjet, në përkampet e trajnimit. Amanetin e atyre në Maliq, që thanë kënetën, i fusin të burgosit dhe i shtypnin me këmbë komunistat bolshevik, e Miladin Popovicit dhe Dushanit. Amanetin e të gjithë të intrenuarve. I kam parë me sytë e mi. Dhe sot, akoma në Shtyllas ka disa të intrenuar. S'kan ku vend. Sepse pasurit e tyre nuk i len t'i marrë. I kanë marrë të huaj. I kanë marrë rrugaqëria. I kanë marrë hajdutët. Por aman, Shqipëria u ndërtua. Ka hotele, ka vila. Unë nuk e kam thënë kot që janë 1.200.000 që në malë të zi, do me thënë në tokën tonë, dhe deri në Bregdet ku e kemi kufin tonë, pavarësisht se ne kemi deri në Çamëri, po flas për sot. Do t'i jipen shqiptarëve gratis. Hotelet, mbrapa hoteleve, vilat, do t'u jipen shqiptarëve gratis. Të dashur shqiptar, sistemi Amerikës është shumë i mrekullueshëm. I njëjtë do bëhet këtu. Çdo fshat që ka 50 palë shtëpi, ai do ketë një gjyqtar, një prokuror një herë në javë, si në Amerikë. Qytetet e tjera do kenë 5-6 full time çdo ditë. Policia duhet aq e rregull, e disiplinuar, me rrogë moderne, e fillon me 1200. 2 javë. Jo si sot që policia është slevër. Policia sot, pensioni dhe arsimi e kanë bërë slev qëllimisht të ulën kulturën e Shqipërisë arsimi. Kanë ikur. Fshatrat janë pa shkollë. E dini pse? Sepse nuk i shpjen mësuesët. I shpjen ata me diploma falso.
unë u bi thirrje profesorëve dhe mësuesve që janë pension. Nëse e doni kombin, nëse e doni niprat e stërnipat tuaj, këtheuni përsëri kur bëhet qeveria teknike me president. Rrini e 2 vjetë, që t'i afroni profesorët dhe mësuesët e ri, të mësojnë atë ABC-n e Shqipërisë, të mësojnë këngën e flamurit, të mësojnë historinë e shqiptarëve. Unë u them artistave të Shqipërisë, këngëtorëve. Mja kënduat të përdasma. Me çdo dasmë, me çdo vend, këndoni ymrin e Shqipërisë. Këndoni historinë e Shqipërisë, patriotët e Shqipërisë. Merreni atë çiftelin dhe këndoni realitetin. Ajo është historia jonë. Të dashur shqiptar në Teksas, është e njëjta si në Malsinë e Madhe, që në Librash, që më fali, që në Lezhë e deri në kufij me ne deri në Beograd. Ajo këngësh sot në Teksas, këngë historie. Mos këndoni këngët e këtyre bolshevikëve, po këndoni këngën e patriotëve. Si janë vrarë me slavët, si janë vrarë me komunistët, nxirrni zënë e tyre se duhet, ju këngëtor. Mja kënduat me dialektin grek, dialekti shqiptar është më bukur. Mja folt në televizore, reklami, fjala me bukur. Po e prishini fjalorin, e prishini qëllimisht, se nuk jeni në gjendje. Pra, këtheuni një herë, pensionistë të dashur, u erdhi koha juaj të shihni një ditë të bardhë. Të paktën do keni $600 në muaj, edhe janë pak shumë. Të shikoni një herë niprat tuaj, t'i gëzoni që i keni në përbot. E di që janë vetë prindër. Azteku i juaj, qose të rinë se kuptojnë, i Aztek i themi ati që e vede koka fle, është i lagur nga plejtë. Sepse kujtojnë fëmijët e tyre, niprat e tyre, i dëgjojnë në telefon, alo, gjysh si të kam, po nuk e shet dot. Sepse gjyshi merr $80 në muaj, sepse gjyshi ato para i ble ujë, nuk e len të hapi një pus, qëllimisht, në këtë tokën e Skënderbeut, në tokën e Shqiponjave. Dashur bujq, kudo që jeni, Shqipëria është me blegtori dhe me bujq. Këtu do bëhet turizm. Të gjithë shkini, do kërkoni, do t'i keni të kohës të sotshme. Traktor, ujë do hapen me çdo vend. S'ka nevojë më për kanale vaditse. Po sot flet me testën e re. Hapen puse me çdo vend dhe vadit me anën e korrentit çdo gjë. Do keni farën më të mirë të mbillni, baktit më të mira. Ne nuk do lejojmë asnjë frut të hyjë nga toka e huaj. Do bëhen në tokën e Skënderbeut. Ashtu si dikur krijuan Evropën. Erdhën ata sharlatanët këtu të shteteve të huaja, të Evropës. Ca sharlatan, ca rrugaç, ca kriminali që kanë vjedhur në tokën shqiptare. Vinë këtu e flenë për hotele, flenë në tokën e Shqiponjave dhe bëjnë çdo lloj horleqe që i dim. Jo, nuk do ketë në tokën shqiptare drogë. Ase që bëjnë jashtë, nuk na intereson. Ashtu si na kanë helmuar, mund të helmojnë edhe ata. Po jo në tokën shqiptare të ketë drogë. Këtu, po e djoni këto ditë që do arrestohej shumë kriminal. Shqipëria nuk ka kriminal. Kriminal janë deputetët, 1840 deputet për 32 vjet. Kriminal janë qeveritarët të dy partive bolshevike. Por duan t'i zenë të rinj të thonë kriminal. Ne kemi nevojë për ata të rinj kudo që janë në përburgjet e botës, do vinë këtu. Pra të dashur shqiptar,
erdhi koha e juaj. Erdhi koha e shqiptarëve. U kam thënë do arrestohen me qindra këto ditë. Ejani të dashur shqiptarë në qeverinë teknike që ne kemi propozuar. Janë disa, do të bëj shaka. Po në themi, mos bëni shaka me Partinë Shpresa Demokrate. Se do bani përgjegjësi. Unë i shoh për televizorit që janë sot ignorantët, tallen me shqiptarët, vishin, që deri dje s'kishin brek të vishin, sot në për televizore vjen kollar që nuk din ta mbajnë, se nuk i shkon. Kanë punuar në përminiera dje. Vinë nga vendet të huaj. Pra unë po i them e një personi që bë shakara në për televizor, një agron laka. Agron? Mos bi shaka me shpresën e komit. Se bashku me atë zotnin që ke aty, që ka qenë një rrugëve dhe për Amerikë. Edhe thot, jam Amerikan. Ja po ta them unë, a i s'është Amerikan. E po ta them agron, me që se je kryesori ati televizorit, për atë moment që ti jep, ki ke flamur Amerikanë dhe mos e mbaj me aty në tavolin. E shflamurim. E flamuri shqiptarëve. E ata që duan Shqipërinë. Jo ata që bëjnë ironi. E tallen. Unë kam njohur dhe gjagjantën. Pra po të paraqitem ty se njerëz të mi të kam për telefonin ti se ka kapur telefon. Pra, kjo është qeveria teknike. Kjo është që do t'i shpëtoj shqiptarët. Moraman, ata që dje kanë bërë film kundra ballit kombëtar, kundra legalitetit, do të paguajnë. Se ka qenë patriotë e Shqipërisë. Pra, largoni nga zjarri. Largoni nga zjarri. Të gjithë ju që bëni shakara me çdo njeri. Shqiptarët e mi. Do t'jeni më të gëzuar në botë. Do t'u vinë fëmijët. Unë bëj edhe një pyetje të gjithë atyre që më shkruajnë. Ka arritur 40.000, ajo e djeshme. 40.000 klikime dhe gati 700 që shkruajnë. Unë u bëj një pyetje të gjithëve. A jeni të sigurt me këto dy parti anti-shqiptare? Unë i di që si keni votuar. Unë i di që prisni. A jeni dakord? Kur të njoftojmë, se më thoni që na njoftojmë të vim të gjithë në Tiranë, ku jemi, në Evropë, e kudo që jemi, e në fshatin më të largët të Shqipërisë. Po, unë do të thresë, kur të vini të gëzoni, kur të vini që të Shqipëria tjetë e çliruar, të jemi të gjithë bashkë, policat, pensionistët, të rinjtë, të rejat, ta festojmë ditën tonë, ditën e lirimit për 100 vjetë të izoluar, dhe kur të mos ketë në tokën tonë bolshevik. Bolsheviku u lind në Paris, u përdor në Moskë, dhe i vran në tokën e Shqiponjave. I dim të historitë. Të dashur demokrat. E dini që jeni demokrat. Keni shkuar pas rrugës të PD-s. Pavarësisht se si ka qenë. E janë demokrat. Kjo është vendi juaj. Kjo është folea e Shqiponjave, që po vinë nga të 4 anët në këtë fole ku jemi ne këtu. Në këtë fshat, në këtë qytet. Në këtë qytet ku jemi ne këtu, që kanë qenë
5 njerëz që kanë hapur për herë të parë shkollën shqipe dhe i zoti i asaj u vra në derën e shkollës. Këtu shqiruash Tirana. E janë i vëllezër ta bëjmë Shqipërinë. Të gëzoni një ditë, po jo kur të thres, jo zhurmë, jo demonstrat, jo grevë, por kënaqësi. Të dashur shqiptar, çdo gjë që do shkruani, na bën një pyetje, do vemi një njeri person këto ditë që t'u kthe përgjigje. Çfarë keni dëshirë? Unë e di që jeni të lodhur, unë e di që jeni pa ngrënë, unë e di që s'keni ujë të pini, unë e di që s'keni një perime që vinë nga jashtë. Unë po betohem para jush, para kombit tim të Shqipërisë, nuk do të lejojmë të hyjë në tokën shqiptare asgjë, vetëm do të nxjerrë. Shqipëria ka çdo gjë. Minerale, naftë, flori, gaz, benzinë, ujë pa parë. Ne do të bëjmë një rregull tamam, për shembull, me një qytet o me një fshat që ka naftë. Ajo kompania i do të marri, do paguaj 15% të gjitha ata fshatarë që janë rreth aty. Miniera. Të gjitha ata fshatarë që janë vërdall, do pagojnë, do marrin 15% të shpenzimeve, të fitimeve që bën ai vend aty. Shqiptar do kenë çdo gjë. Prisni shqiptar këto 2 ditë. Unë do të njoftoj për gëzimin që ju do bëni. E di që vini milion. U tham edhe e di. Kaluan 2 milion të dashur shqiptar. E di jam i bindur që ne shkojmë çdo gjë, dëgjojmë. Ne jemi që shkojmë dhe dëgjojmë. E di që mezi e prisnë në orën 6. Jo për Pilinçin, po e prisni që e kërkoni keni 100 vjet që Shqipëria të çlirohet, që Shqipëria të bëhet me kufi natyror. Ja pra, ky flamur të dashur shqiptar, mbajeni mend, ka 50 yje. Dhe ky është i 51 kylli kaq i madh. Kaq i madh, mira e mira vjeçar. Kjo shqipojnë do valvoj e në Amerikë. Siç valon sot më shumë shtëpi të shqiptarëve. Amerikanë e duan këtë, e kam fjalën për politikën amerikane. Nuk e kam fjalën për një president o për një parlament hyn e ik. E kam fjalën për politikën që mbron kombin e Amerikës dhe tokën e bekuar të Amerikës. Të dashur shqiptar, natën e mirë dhe miru pafshim nesër në orën 6, rrini të qetë. Do shihni shumë arrestime. E një nen shtatzane do të ronditet fëmia për të shohë këto arrestime të këtyre rrugaç rinjve. Natën e mirë të dashur bashkëdhetar shqiptar.